ndodhi këtu? Dëgjuat gjë? Sigurisht, më nxori gjumin. Në sferën time të kristal, shoh qartë se në kuzhinë është një person i dyshimit. Po thua se na ka hyrë një hajdut në shtëpi? Prite këtë! Kalla këtë! Ja zbota mirë korizin. Nuk pati shpëtim. E më falni, por jam unë, nuk kush. A mund të zbrisni tani? Ka dini se jeni shumë të rënda. Anon, çfarë bëje në kuzhinë këtë orë të natës? Vjedhja e partiturës. Po, përgati drekën. Pikërisht, duhet ta dini se Tara nuk erdhi dje në shkollë. Prandaj mendova se mbasi e ka zënë gripi dhe është keq. U shqetësova kaq shumë, saqë nuk më zinte dot gjumi. Ndaj erdhe në kuzhinë dhe fillova të përgatisje drekën për nesër. Kaj të e vlerësoj drekën që i përgatit e ti, dhe do doja të bëja të njëjtën që për Tarën. Po mundohem vërtet shumë t'i përgatis gjëra shumë të shishme që ta bëj të bjerë në këmbët e mia. Provoje këtë e kam bërë unë. Dieg! Çfarë është e pamundur? E përgatita sonte. Ej, bëra shaka, është e shishme. Je vërtet një kuzhiniere e shkëlqyer. Tani edhe po bën shaka. Mjaf, me lëri këto! Po më vete, mjaf, të lutem! Në rregull, i kuptova të gjitha. Po deshe do të ndihmoj me qenë se dje më ndihmove. Po, në rregull, të ndihmoj edhe unë. Me të vërtet dhe ti do të më ndihmosh? Po, sigurisht, zemër, s'kam zgjidhje tjetër, më duket. Për më tepër nga që s'do të më zër gjumi pasi e parë se në çfarë gjendje të tmerrshme është ka ta ndisur kuzhina. Është e mrekullueshme, nuk di si t'ju falenderoj. Ki parasysh, unë ju ndihmoj të gatuani, por ju duhet të pastroni gjithçka me themel. E kuptuat?